nderuar teleshikues të Drita Televizione, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 28 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1503. Nënshkruhet traktati i paqes së përhershme midis Skocisë dhe Anglisë, i cili në fakt do të zgjasë vetëm 10 vjet. 1774. Lufta revolucionare amerikane. Mblidhet Kongresi Kontinental për herë të parë. 1892. Në San Francisco, Kalifornia, John Muir organizon klubin Sierra. 1918. Republika Dominikane e Azerbajxhanit shpall pavarësinë. 1930. Hapet zyrtarisht ndërtesa Chrysler në New York City. Lindje 1524. Lindi Selimi II, sultani i Perandorisë Osmane. 1660. Lindi George i Parë, mbreti i Britanisë së Madhe dhe Irlandës. 1710. Lindi Thomas Arne, kompozitor britanik. 1779. Lindi Thomas More, letrar irlandez. 1810. Lindi Alexandre Kalame, piktor zvicerian. 1879. Lindi Henri Pierre Rocher, letrar francez. Vdekje 1787. Vdik Leopold Mozart, kompozitor gjermano-austriak. 1849. Vdik Annie Bronte, letrare britanike. 1972. Vdik Harry Truman, politikan amerikan. 1980. Vdik Rolf Nevalnina, matematikan finlandez. 1981. Vdik Marie-Louise Williams, këngëtar amerikan. 1982. Vdik koloneli E.H. Jones V.C., ushtar britanik i luftës së Falklandës. Për sot kemi përgatitur biografinë e Fjodor Dostojevski, i cili ishte një shkrimtar dhe filozof rus. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Fjodor Dostojevski, lindur më 11 nëntor 1821, vdik më 28 janar 1881. Ndonjëherë i translituar si Dostojevski, ishte një romancier, shkrimtar i tregimeve të shkurtra, eseist dhe gazetar rus. Veprat letrare të Dostojevskit eksplorojnë gjendjen njerëzore në atmosferat e trazuara politike, sociale dhe shpirtërore të Rusisë të shekullit të 19 dhe përfshihen me një sër temash filozofike dhe fetare. Romanet e tij më të vlerësuara përfshin Krim dhe ndërshkrim 1866, Idiot 1869, Demon 1872 dhe Vëllezërit Karamazov 1880. 1864 e tij telenovela Shënime nga nën toka konsiderohet të jetë një nga veprat e para të letërsisë ekzistenciale. Kritik të shumë letrar e konsiderojnë atë si një nga romancierët më të mëdhenj në të gjithë historinë botërore, pasi shumë prej veprave të tij konsiderohen kryevepr shumë me ndikim. I lindur në Moskë në 1821, Dostojevski u njoh me letërsinë që në moshë të re përmes parallave dhe legjendave, si dhe përmes librave të autorëve rus dhe të huaj. Nëna e tij vdik në 1837, kur ai ishte 15 vjeç, dhe në të njëjtën kohë ai la shkollën për të hyrë në Institutin e Inxhinierisë Ushtarake Nikolaev. Pas diplomimit, ai punoi si inxhinier dhe për një kohë të shkurtër shijoi një mënyrë jetese luksoze, duke përkthyer libra për të fituar para shtesë. Në mesin e viteve 1840, ai shkroi romanin e tij të parë, Pur Folk, i cili e bëri të hynte në rrethet letrare në Shën Petersburg. Megjithatë, ai u arrestua në 1849 për shkak se i përkiste një grupi letrar, rrethi Petrashevsky, që diskuton
filozofia raciste. Dostojevski u dënua me vdekje, por dënimi u zbut në momentin e fundit. Ai kaloi 4 vjet në një kamp burgu siberian, pasuar nga 6 vjet shërbim të detyrueshëm ushtarak në mërgim. Në vitet në vijim, Dostojevski punoi si gazetar, duke botuar dhe redaktuar disa revista të tij dhe më vonë Ditari i shkrimtarit, një përmbledhje e shkrimeve të tij. Ai filloi të udhëtonte nëpër Europën perëndimore dhe zhvilloi një varësi nga Bigjozi, gjë që çoi në vështirësi financiare. Pas një farë kohe, ati u desh të lypte për para, por më në fund u bë një nga shkrimtarët rus më të lexuar dhe më të vlerësuar. Puna e Dostojevskit përbëhet nga 13 romane, 3 novela, 17 tregime të shkurtra dhe shumë vepra të tjera. Shkrimet e tij u lexuan gjërësisht si brenda dhe jashtë Rusisë së tij të lindjes dhe ndikuan në një numër po aq të madh shkrimtarësh të mëvonshëm, duke përfshirë rusët si Aleksandr Solzhenitsyn dhe Anton Chekhov, filozofët Friedrich Nietzsche dhe Jean-Paul Sartre. Librat e tij janë përkthyer në më shumë se 170 gjuhë dhe ka shërbyer si frymëzim për shumë filma. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për disa superheronj të botës nënujore. Mantis Shrimp është një nga krijesat më manicë të oqeanit për shkak të sistemit të tij të shikimit jashtëzakonisht të avancuar. Ndryshe nga njerëzit që kanë 3 receptorë të ngjyrave për të parë ngjyrat, të kuq, jeshil dhe blu, Mantis Shrimp ka 12 deri në 16 receptorë të ngjyrave. Këta receptorë u lejojnë atyre të shohin një gamë të gjerë të spektrit të dritës, përfshirë dritën ultraviolet dhe polarizuar. Si funksionon? Sistemi vizual i Mantis Shrimp është i ndarë në 3 pjesë të veçanta të syrit të tyre, secila prej të cilave mund të lëvizë në mënyrë të pavarur. Ky konfigurim u lejon të kenë një perceptim jashtëzakonisht të detajuar të mjedisit të tyre. Syri i tyre ka një zonë të quajtur midband, e cila është përgjegjëse për dallimin e ngjyrave dhe polarizimin e dritës. Kjo ndarje e veçantë u mundëson të perceptojnë detaje që janë të padukshme për shumicën e krijesave të tjera. Përfitimet praktike. Shikimi i avancuar i Mantis Shrimp u jep atyre një avantazh të madh në mjedisin e tyre natyror. Gjuetia. Me shikimin e tyre të mpret, Mantis Shrimp mund të dallojnë premur të lehta edhe në ujë të turbull ose të thellë, ku drita është e kufizuar. Komunikimi. Ata përdorin shikimin e tyre të ndjeshëm ndaj polarizimit për të komunikuar me njëri tjetrin përmes sinjaleve të dritës që janë të padukshme për grabitqarët dhe krijesat e tjera. Mbrojtja. Shikimi i avancuar i ndihmon ata të shmangin rreziqet dhe të identifikojnë grabitqarët më shpejt. Ta krahasimi me njerëzit. Ndërsa njerëzit mbështeten kryesisht në të kuqen, jeshilen dhe blu për të perceptuar ngjyrat, Mantis Shrimp janë në gjendje të dallojnë një gamë të gjerë të nuancave dhe polarizimit të dritës, duke i bërë ata ekspert në zbulimin e nuancave më të vogla dhe të dritës së polarizuar. Kjo është veçanërisht e dobishme në mjedisin nënujor, ku drita shpërndahet ndryshe nga ajri. Studimi i Mantis Shrimp dhe shikimit të tyre të veçantë kanë ndihmuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë se si drita dhe ngjyrat funksionojnë në mjediset nënujore. Ky studim gjithashtu ka potencial për të ndikuar në teknologjitë e avancuara të shikimit dhe sensorëve optik, duke ofruar njohuri për zhvillimin e mjeteve të reja për përdorim në oqeane dhe në hapësira të tjera me kushte të ndërlikuara të ndriçimit. Mantis Shrimp është një shembull i jashtëzakonshëm i diversitetit të jetës nënujore dhe aftësive të përshtatjes që kanë krijuar këtë krijesa për të mbijetuar dhe lulëzuar në mjediset e tyre komplekse. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 28 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona malore priten vranësira kalimtare gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me motë të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:11 minuta,
ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 18 deri në 32 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 29 gradë Celsius. Kavaj, 18 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 16 deri në 32 gradë Celsius. Berat, 19 deri në 33 gradë Celsius. Korç, 12 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 31 gradë Celsius. Sarandë, 19 deri në 30 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 28 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira më të dukshme në disa zona perëndimore dhe malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 10 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 28 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Ne do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionin e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjet më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.